Sipas vlerësimeve aktuale, antarësimi në SEPA pritet të sjellë qytetarëve dhe bizneseve të Kosovës përfitime mbi 55 milion euro në vit. Një ndër prioritetet tona kyçe mbetet përgatitja për antarësimin në zonën e vetme të pagesave në euro SEPA. Me 20 dhjetor të vitit kaluar ne kemi dorëzuar para aplikimin e plotësuar për antarësim në SEPA. Jemi të angazhuar intensivisht në grupe punuese rajonale dhe europiane në nivel të lartë, ashtu dhe teknik, për të mundësuar qasjen e banka dhe institucione financiare jo banka në skemat SEPA për të ulur kostot e transfereve ndërkufitare. Megjithatë, përkundër punës së madhe të zhvilluar dhe të njohur gjithësisht edhe nga partnerët ndërkombëtar, procesi i marrjes së vlerësimit nga Komisioni Evropian, përkatësisht DG FISMA, është ndikuar nga shqyrtimi kushtetues i ligjeve të miratura në kuvend në dhjetor vitit kaluar. Fatkeqësisht kjo ka krijuar një situatë të re dhe jo të favorshme, e cila shpresojmë të zgjidhet shpejt dhe pozitivisht. Sipas vlerësimeve aktuale, antarësimi në SEPA pritet të sjellë qytetarëve dhe bizneseve të Kosovës përfitime mbi 55 milion euro në vit, përmes uljes së kostove të transfereve, rritjes së efikasitetit dhe përmirësimit të kushteve për eksportuesit dhe sektorit privat. Këto janë vetëm përfitime direkte. Në përputhje me këtë vizion, jemi të përkushtuar edhe në ndërtimin e një sistemi modern pagesave të shpejta, i njohur si TIPS Clone, që përbën një për komponenteve më të rëndësishme të ekosistemit pagesave, ku në këtë drejtim kemi nënshkruar letrën e qëllimit me Bankën e Italisë. Synimi ynë është që të gjejmë një zgjidhje më të mirë sa i përket pagesave, të cilat janë si mundësues i ekonomisë, i tregtisë dhe i këmbimit. Qysh në kohët e mëhershme, pra fillimisht pagesa ishte bë mall me mall, apo ndërrimi apo barteri, pastaj ishte përdor këto metalet e çmuara si mjet këmbimi edhe për rujtje të vlerës, dhe pastaj kemi kaluar edhe në atë që sot njihet si paraja fizike apo fiat, që emetohet kryesisht nga bankat qendrore të vendeve dhe shërben si vlerë për të siguruar apo për të lehtësuar këmbimin e mallrave apo shërbimeve. Ndërkaq tani po besoj jemi në fazën tjetër të një revolucioni tjetër që bota po shkon, është digitalizimi i pagesave, si mundësi që të lehtësohet pra këmbimi i shërbimeve dhe mallrave dhe kësaj pra të rritet edhe dinamizmi brenda vetë ekonomisë. Në ekonomi është një term, një shprehje që quhet shpejtësia e paras. Pra shpejtësia me cilën paraja ndron dorë brenda një cikli ekonomik, dhe në këtë rast, pra me digitalizim të pagesave, besoj që mund të rrisim shpejtësinë e kësaj mund të rrisim edhe rritjen apo tempon e rritjes ekonomike. Tek digitalizimi besoj që avantazhet janë pothuajse të qarta. Fillimisht, pra tek paraja fizike dhe këmbimi me paranë fizike, kemi koston e paras fizike, duke filluar nga shtypja, printimi, qoftë edhe monedhave të metalit, por pastaj edhe tek mirëmbajtja apo ndrimi i parave të dëmtuara. Në anën tjetër i kemi edhe problemin që sidomos viteve të fundit tek ne ka qenë prezent, është edhe përdorimi i parave të falsifikuara.